Ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithin e saktë që transmeton Imam Buhariu, thot, ati që Allah i ka dhënë pasuri, por nuk e nxjerr zakatin, nuk e jep zakatin, pasuria e vet do t'i mishërohet në figurën e një gjarpri. E një gjarpri i cili është me shumë helm, është përshkruar në hadith me kokën e bardhë, sepse kjo tregon që ka shumë helm, dhe mbi dy syt ka dy pika të zeza. Dhe ai e kap këtë person që s'ka dhënë zakat dhe e kap për qafe. Edhe e kap domethënë tek cepat e gojës dhe aty i hedh helmin. Dhe do t'i thotë që unë jam pasuria jote, unë jam thesari yt. Allahu i lartësuar na ka sqaruar se ku jepet zakati, janë 8 kategoritë të cilat meriton dhënien e zakatit, dhe Allahu subhanahu wa taala na thot, zakati i jepet të varfërve, nevojtarëve, atyre të cilët punojnë për grumbullimin dhe administrimin e tij. Pra kjo në shtetin islam bëhet fjalë. Kjo e treta. Atyre që i fetohet zemra për islamin. Pra dikujt që është jo besimtar dhe kërkohet ti merret zemra që të futet në islam, apo ka besim të dobët, që të forcohet në islam, mund të jepet zakat për lirimin e sklerëve apo të robërve. Wal gharimin, ata që kanë borxhe dhe që s'mund t'i shlyejnë borxhet e tyre, luftëtarëve në rrugën e Allahut, dhe udhëtarët që kanë mbetur në mes të rrugës dhe nuk kanë mundësi të kthehen në vendet e tyre. Pra këto janë 8 kategoritë e njerëzve, 8 kategoritë e shoqërisë që mund t'i jepet zakati.